Një rritje permanente shënon numri të rinjve në rajonin e Pollogut, të cilët kanë fituar shprehi, por edhe varfshmëri nga konsumi i pijeve alkoolike. Informacioni konfirmohet nga sektori punëve të brendshme Tetov, si dhe nga njësia urgjente e Spitalit të Gostivarit, nga ku bën me dije se vetëm gjatë netëve të fundjavës, atje drejtojnë për ndihmë mjekësore deri më 15 të rinj të mbidozuar, në mesin e të cilave fatkeqësisht ka edhe shumë femra. Një rritje permanente shënon numri të rinjve në regionin e Pollogut, të cilët kanë fituar shprehi, por edhe varfshmëri nga konsumimi i pijeve alkoolike. Përfaqësues të stacionit policor në Gostivar kanë intensifikuar aksionet e kontrollit si nëpër objektet hoteliere, kafeterit dhe në të gjitha ambientet ku shërbehet me këto lloj pije dekse. Nga ky nivel, edhe një herë apelojnë që lokalet e natës përfundimisht duhet të heqin dorë nga praktika e shërbimit të miturve me pije alkoolike dhe ndalesën e qëndrimit të tyre në këto ambiente pas orëve të mesnatës. Ata që do të hasen duke shkelur këto urdhresa do të dënohen me gjoba në vlerë prej 200 euro në kundërvlerë të denarit. Fakti se rinia jonë përzhytet gjithnjë më tepër në alkohol e konfirmojnë edhe nga njësia urgjente e Spitalit të Gostivarit, nga ku njoftojnë se rastet më të shpeshta të mbidozimit të rinjve me alkohol tek ata drejtohen gjatë ditëve të weekendit dhe gjatë festave. Mjeku Selim Çerkezi thotë se vetëm gjatë netëve të weekendit atje drejtojnë për ndihmë mjekësore deri më 15 të rinj të mbidozuar, në mesin e të cilëve fatkeqësisht ka edhe shumë femra. Përdorimi i alkoolit në qytetin ton është në rritje e sipër. Ne si njësi urgjente kemi vënë re që përdorimi i alkoolit bëhet nga të rinjt. Në kohë të fundit vihet re edhe përdorimi i alkoolit te gjinia femërore, cili është për tu habitur. Moshat mjaft të reja, edhe deri në 12-13 vjeçare, kërkojnë ndihmën e mjekut si pasojë e teprimit të dozës së alkoolit. Përdorimi i alkoolit ndodh gjatë fundjavave, kur të rinjt dalin dhe argëtohen, dhe numri i tyre varion deri në 10 të rinj që kërkojnë ndihmë brenda një vikendi në njësinë urgjente në Spitalin e Gostivarit. Ka raste si me festave që ky numër është dukshëm më i madh. Krahas luftës që po bëjnë institucionet e shtetit për ta luftuar këtë dukuri me pasoja të mëdha për shoqërinë, një rol të rëndësishëm po luajnë edhe institucionet fetare. Këto të fundit, nëpërmjet ligjëratave të teologëve në mënyrë permanente, u rikujtojnë pjesëtarëve të besimit islam se alkooli është rreptësisht i ndaluar në islam për shkak të dëmit që sjell konsumimi i këtij lëngu dehës për individin, familjen dhe shoqërinë në përgjithësi.